Si ishte ardhja në Tiranë? Ka qenë një stres i paparë. Ja, do t'i them tre momente që mua më kanë shënjuar ardhja në Tiranë. E para njerë, neve kishim shtëpinë në Alidem, shtëpinë me qera. Edhe ishte një shtëpi shumë e vogël, shumë ndryshe nga ajo shtëpia e madhe që kishim në Berat, që atëherë u zhvlerësua se Tirana ishte gjithçka. Unë vija në këmbë, nga atje nga Alidemi në Petronin. Petronin. Dhe kisha një kompleks, një frikë, se Petronin ishte dhe shkolla më kisha një harbutëri në sjellje. Në kokën time, gjithçka, që këta do jenë ca tiransa, snob e kështu. Dhe kisha ankth, kam pasur shumë ankth. Unë kam provuar picën e parë te Laguna. Dhe të duk? Ua! Gjama e shishme. Ua, do më thënë, mu duk vetja si Napoleon Bonaparte, se atë kisha qef Napoleonin që pushtonte, do më thënë se lexoja. Ua! Dhe do t'i, po unë atë Lagunën e lidhja shumë me babin dhe unë kam ngrënë atë për herë të parë dhe nuk e kam ngrënë kurrë deri para një vite gjysmë. Vajtja për herë të parë në kinema. Pa më Millenniumi edhe i më duket mos ka ishte Lord of the Rings. E ke parë kinema para provim, po. Edhe aty thashun, okay, ky qyteti është qyteti im. Është qyteti im dhe ky qyteti duhet Titurian duhet të investohesh fort që të lësh gjurmë në këtë qytet. Këto i ke ekskluzive deri si kam thënë kurrë në asnjë lloj forme publikisht. Për të ndjekur videon e plot në YouTube dhe shumë të tjera, bëni subscribe në kanalin Blacklight Media.